200 fëmijë të grup moshave 9 deri në 14 vjeç nga e tërë Kosova janë përfshirë të hënën në kampin stërvitor 5 ditor të Milan Camp Junior, i cili këtë vit po mbahet në Ferizaj. Ky aktivitet sportiv, i cili për herë të tretë po organizohet në vendin tonë, synon që të nxjerrë talent të rinj të futbollit, të cilët më pastaj mund të jenë pjesë e ekipit të Milanit, zyrtarët e të cilit kanë thënë se Kosova ka një potencial të fuqishëm të rinjve të gatshëm për të përballë me këtë sfidë. Menaxheri i kampeve stërvitore të klubit milanez për Evropë, Marko Shembri, ka thënë se bazuar në përvojat dhe praktikat e deritanishme, Kosova ka perspektivë të mirë që të nxjerrë futbollistë të mirë. Ai është shprehur i kënaqur me organizimin, ndërsa ka thënë se brenda kësaj kohe trajnerët e tij do të nxjerrin 5 më të mirët që do të vazhdojnë sfidën në Itali. For us is a very big pleasure to be for the third time in Kosovo. Për ne është një kënaqësi e madhe që jemi në Kosovë për të tretën herë me radhë. Kosova mund të them se është një palestër e talenteve. Ne na pëlqen që të lëvizim nëpër qytete të ndryshme. Në vitin e parë kemi qenë në Prishtinë, në vitin e dytë në Mitrovic, kurse kësaj here jemi këtu. Ky projekt ofron mundësi fëmijëve në mbar botën për t'i demonstruar aftësitë e tyre dhe ndoshta edhe për t'u bërë pjesë e familjes së Milanit. Në të ardhmen ne jemi prezent në 5 kontinente, përfshirë këtu edhe Kosovën. Jemi të lumtur që jemi këtu dhe pritja është e mrekullueshme dhe këta fëmijë mund të jenë gjenerata e ardhshme e sportit të Kosovës. Ky kamping stërvitor është parë mjaft sfiduese edhe për pjesëmarrësit, të cilët kanë thënë se do të japin maksimumin për t'i treguar vlerat e vërteta në lojën e futbollit. Andi Krasniqi thotë se përveç që është kënaqësi, është edhe një sfidë të cilën shpreson ta tejkalojë në mënyrë që të jetë pjesë e më të mirëve. Shumë i kënaqur. Çka praktikë? Unë ftu. Më dal fitimtar. Edhe Riza Zhdrella ndihet i kënaqur që ka mundësi të marrë pjesë në këtë kamp. Është një kënaqësi shumë e madhe që marr pjesë në kamp kaq të madh të një klubi siç është Milani, dhe shpresoj që të pozgjidhen dhe më të mirë. Kurse Arlind Koliqi ka thënë Kosova presit se pret që të gjithë të kenë sukses. Kam kënaqësi që kam marrë pjesë në klubin e Milanit. Inshallah sukses e kemi këtej. Në emër të organizatorit të kampit Anika Taçi nga kompania Taçi Oil u ka dëshiruar sukses pjesëmarrësve, duke thënë se puna dhe përkushtimi gjatë këtyre ditëve do të jetë përcaktues për të ecur përpara. Ajo ka thënë se organizatori ja ka dalë që të grumbullojë të rinë nga e tërë Kosova, të cilët do ta sprovojnë talentin e tyre, ndërsa më të mirët sipas saj do të ecin tutje. Edhe këtë vit organizimin e këtij aktiviteti sportiv ka mbështetur Ministria e Sportit të Kosovës, Federata e Futbollit Kosovës dhe Komuna e Ferizajt. Zyrtarët e së cilave e kanë vlerësuar lart organizimin e këtij kampingu stërvitor në kërkim të talentëve.